Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti thyen rekordin e Louise Ailit pas daljes nga shtëpia e famshme. Gjesti është shpallur fituesi i madh i Bigut, duke mbyllur kështu me sukses një rrugëtim plot emocione brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Me njëherë pas momentit emocionues të fitores, Gjesti publikoi në Instagram videon ku shpallej fitues. Ky postim ka grumbulluar mbi 4.5 milion shikime dhe rreth 185.000 pëlqime, duke thyer kështu një rekord të rëndësishëm në historinë e Bigut. Me krahasim të Louise Ailit, fituesi i edicionit të dytë, i cili gjithashtu publikoi momentin e fitores së tij në Instagram dhe arriti asokohe 2.9 milion shikime dhe rreth 185.000 pëlqime në atë postim. Ndërkohë, fituesi i edicioneve të tjera, siç është Ilir Shaqiri dhe Egla Ceno, kanë shifra më të ulta në postimet e tyre përkatëse, duke e bërë Gjestin numër 1 në këtë rekord të veçantë. Ky sukses në rrjetet sociale tregon edhe një herë mbështetjen e madhe që Gjesti ka fituar nga publiku, jo vetëm gjatë qëndrimit në shtëpi, por edhe pas përfundimit të spektaklit.